Kurti 3 dhe dihet që legitimitetin e serbëve ka lista sërbe në këtë situatë që e ka, sa po i bie, i ka 10 deputet. 9 deputet. Jo, 9 e ka. 9 deputet, po. 9 deputet. Deri po është përfaqësimin edhe në Nadje mund të përfaqëson komunitetin serb. Po sa është legjitime tani një deputet ti përfaqësoj? Po nëse nuk dojnë me bashkëpunu, çka kemi apo nuk mundesh me shtinë zonë të bashkëpunoj. As po don serb s'ka të bashkëpunoj apo Kurti? Por ato do të vetë një Kurtin. Unë besoj se Kurti nuk e don, as na nuk e dojmë. Për vetë. As si komuniteti turk nuk e dojmë që të bashkëpunojmë me listën serbe në këtë moment. Pse? Pa ju i dini pse. E kemi pas shumë telashet me srpskan listën, tash prap me shtinë në koalicion, unë mendoj se nuk është drejt. Nuk është drejt. Okej. Zona Pranvera. Mirëmbrëma zoti Domka. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë për bisedën e sonte. Më intereson për arsye se komuniteti turk gjithmonë ka qenë mirë i përfaqësuar. Mundemi me thonë që kushtetuta jonë e Kosovës edhe ligjet tona në fuqi, jo vetëm për komunitetin turk, por për gjitha komunitetet është shumë avancuar, ndoshta edhe më e mira në Evropë. Për arsye se i kemi jashtëzakonisht mirë të përfaqësuar të gjitha komunitetet jo shumicë. Mu po më intereson për arsye se ju keni pas edhe përpara komuniteti turk ka udhëheq me disa komuna, keni pas ministrime vitet tona, jo vetëm në këtë legjislaturë, po edhe legislaturat e mëhershme. Çka ka me qenë në këtë qeveri specifike që ju keni me avancu, qa kanë me qenë në një kërkesat, të cilat i keni ju se është e pa mujshme mës me pas ndoj kërkes për zotin Kurti në specifik, se qka doni me bo dhe qka doni me avancu komunitetin turk për pos kësaj që e keni pas gjitha këto vite? Na vetëm një komune kemi, komunën e Mamushës, për këto 4 viteve, jo që i kemi investu veç në Mamush, po i kemi investu edhe për komunave tjera. Kur unë si ministër zhvillimit rajonal,